Përshëndetje të gjithëve. Jemi në muajin e Ramazanit dhe është një muaj që më së shumti flitet mbi besimin nga kategoritë të caktuara njerëzore brenda atmosferës së këtij muaji që s'diskutohet, përfshin të gjithë komunitetin e besimtarëve të rregullt që janë të përfshirë, të zhytur brenda mrekullisë për jetimeve që ka ky muaj, por gjithashtu përfshin dashje pa dashje edhe grupimet të tjera shoqërore. Dhe siç dihet, shoqëria njerëzore është ndarë në disa kategori në raport me besimin. Të ikësh nga Zoti apo të ikësh drejt tij? Kjo është çështja. Dhe ne pikërisht këtë duam diskutojmë sot me Hoxhën e nderuar Ekrem Abdia. Mirë se të kam në studio. Mirë se takojmë. Do diskutojmë dhe për këtë çështje dhe më së shumti vëmendja përqendrohet tek ai grupim njerëzor që akoma nuk e ka të qartë këtë gjë. Akoma endet midis dilemave. Ndoshta nuk ka dilemë mbi atë çështje më të mpretë, çështjen më delikate. Po, kjo jetë, kjo ekzistencë ka një Zot, ka një krijues, por shfaqet në të tjera gjëra. Hajtë më dakord, është një krijues, po. Duam t'i japim një drejtim kësaj çështje. Fjala është për ju. Të ikësh drejt Zotit apo të ikësh nga Zoti? Kush duhet të jetë zgjedhja dhe kush janë rezultatet në fund? Faleminderit, Elmir. Fillimisht e thatë edhe ju se vërtet njeriu sido që të jetë Zotin e ka në zemrën e tij. Dhe është shumë e natyrshme dhe shumë njerëzore që të konsideroj se gjithë kjo ekzistencë, gjithë kjo gjithësi nuk ekziston prej vetvetiut. Megjithatë prapa asaj qëndron një krijues, një mjeshtër i cili e ka ngritë dhe e ka rregulluar në këtë formë, edhe mendoj se kjo është evidente te secili njeri. Pra, nëse ndalemi vetëm te kjo pikë, detyrimisht do të dakordohemi se duke qenë se secili njeri Zotin e paska në zemër, nuk paska se si të iket prej tij. Nga do që të shkosh, atë e ke me vete. Për te i kësaj, ekziston ajo tjetra se të gjithë ne jetojmë në botën të cilën jo vetëm që e ka krijuar Zoti, por edhe e mbikëqyr, e sundan me te, e menaxhon me te. Dhe mundësitë tona, fuqia jonë në asnjë mënyrë nuk na lejon që të dalim edhe të braktisim botën e Zotit e të krijojmë pastaj një botë tjetër tonën ku do të jemi autonom ose do të jemi të pavarur dhe sovran. Duke qenë të këtill, pra ne detyrimisht sillemi këtu ku jemi dhe në asnjë mënyrë nuk ka mundësi qoftë edhe për një çast, qoftë edhe për 1 milimetër të dalim thjesht nga mbikëqyrja e Zotit e lëmë nga pushteti i tij. Në të vërtetë edhe të ikësh nga Zoti ose të ikësh drejt Zotit, të arratisësh prej tij ose të arratisësh tek ai, është një diçka që njeriu e shqetëson thjesht vetëm për arsye se ai nuk e ka konceptuar, nuk e ka kuptuar Zoti Allahu si është. Allahu na është shfaq neve në zemrat dhe shpirtat tonë, në qenjen tonë nëpërmjet krijimit. Pra njeriu lind i gatshëm, i përgatitur ta pranoj Zotin. Por kjo mënyrë e të pranimit, kjo ndjesi nuk e çon njeriu deri atje ku duhet. E çon deri diku mirë, po distanca që e kalon është e pamjaftueshme. Menjëherë paraqitet nevoja për një dritë, e cila do t'ja ndriçojë rrugën e cila do ta udhëheq në rrugtimin e tij të mëtutjeshëm për të arritur deri te synimi. Këtë dritë Allahu na e ofron nëpërmjet shpalljes. Dhe shpallja nuk është thjesht legjislacion në të cilin ne do të shfletojmë çka ndalohet edhe çka lejohet, çka obligohemi e çka na preferohet. Shpallja është përtej kësaj diçka shumë e mrekullueshme e cila për një vend na ofron diçka e cila do të na rregullonte jetën tonë shumë, deri në skajshmëri. Dhe pa të cilën sigurisht që ne do të ngeleshim në errësirë dhe nuk do të ishim në gjendje me e qit hapin, ndoshta do i ngjanim atij që e sjell Allahu i madhruar shembullin në Kur'an, sikur ai që ecë në errësirë të natës, edhe shfrytëzon rastin vetëm kur vetëton
të qetë ndonjë hap për ta shfrytzuar atë dritë. Allahu është i gjithdijshëm gjithsesi, por është edhe i gjithëmshirshëm. Dhe duke qenë i ktill, nuk e kalon njeriu në errësirë, nuk e kalon njeriu në lajthitje. Ja ka ndriçuar rrugën edhe i ka ofruar gjithë atë e cila jo vetëm që i nevojitet, por e ka të domosdoshme, madje edhe i bën shumë dobi, i rregullon jetën deri në skajshmëri. Le ta përsërizojmë dhe këtë diskutim, këtë trajtim si një dritë, sepse shumë kush mund të jetë pikërisht tek grupimi i atyre, sepse kjo është edhe li mendimi, që ekziston Zoti, por kur vjen puna në çështjet njerëzore, nuk di se çka është roli i Zotit. Dhe ky emision, kuptimi juaj mund të jetë edhe një dritë, një argument, urdhëro dritën, dëgjoje, mësoje edhe vendos. Shpresojmë për arsye se edhe kemi borxh edhe obligim që njerëzve të flasim për Zotin, po jo të flasim për Zotin si kemi dëshirë ne, po të flasim për Zotin ashtu si na ka folë Zoti neve për veten e vet. Për atë arsye, unë shpesh shërbehem me një ajet kuranor që dikush prej dietarëve të hershëm e ka konsideruar si shumë shpresëdhënës, ku Allah i madhruar i drejtohet të dërguarit të tij, i thotë nebbi e ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Njohtoj robërit e mi se unë me të vërtetë jam ai që fal shumë dhe mëshiroj shumë. Dhe po e shndërruam këtë fjalë të Allahut fuqiplot në moto të bisedës sonë, ose në moto ose reflektor të themi, të dilemës, të ikësh prej Zotit apo të ikësh tek Zoti, unë mendoj se çdo njeri me lehtësinë më të madhe do ta gjente përgjigjen e duhur, se nëse Zoti na ka thënë neve, informojini ata të cilët ju dëgjojnë, ata me të cilët keni kontakt, cilëve keni mundësi të flisni, se unë jam ai që fal shumë, edhe mëshiroj shumë, atëherë pse do të ndjente njeriu nevojë të ikte prej Zotit, me gjithë bagazhin dhe barrën e të ligave, mëkateve, gabimeve, aty ku nuk ja kemi qëlluar, shqitje, devijime e të ngjashme. Me gjithatë bagazh i cili sigurisht që na rëndon shumë, po me gjithatë sigurisht çdo njeri i mençur do të preferonte të ishte më afër Zotit se sa të qëndronte larg tij. Allahu në dy vende në Kur'an janë dy ajete, në të vërtetë nuk e di a janë dy ajete, a një nuk ka rëndësi, po një është me siguri, ku Allahu drejtohet robërve të vet edhe u thot fefirru ila Allah. Ikni tek Allahu. Ikni ikja ose arratisja, ermir besoj se pajtohesh shkaktohet në gjendje emergjente dhe alarmante. Do të thonë ka ndodhur një situatë e cila mund të na rrezikojë shumë, edhe ne kemi nevojë për të shpëtuar, kemi nevojë të ndrojmë vend. Sepse është urdhërore, ikni. Po pra, të ndrojmë pozicion. Dhe në këtë rast Allahu i Madhreshëm na urdhëron pra që të ndrojmë pozicion, të ndrojmë qëndrime, nganjëherë të ndrojmë edhe mënyrën e të menduarit, mirë po në asnjë mënyrë të largohemi prej Allahut edhe të shmangemi atij, për arsye se sido që të jemi, sido që të jetë gjendja jonë, sado që fundja çdo njëri prej neve e njeh veten e vet edhe e di se cilat janë përparësitë edhe cilat janë tmetat edhe mangësitë, po mendoj i dim fare mirë edhe ndoshta sikur të kishim të bëjmë me dikën që është sikur na, njeri. Tash unë për vete, para se të vit takohem me ty, kam dëshirë që të vishëm edhe dukem bukur. Edhe ka në fshehtësitë e mia diçka që nuk do të doja në asnjë mënyrë që ti dije se ato janë mangësi, nuk kam dëshirë, nuk ndjehem komod që ti dish ato për mua. Megjithatë, kur është në pyetje Allahu fuqiplot, e para është e pashmangshme që ai ti di të gjitha për neve edhe rreth neve, pra i di detyrimisht, kjo punë ka marrë fund, por kësaj me gjitha ato tmeta Allahu na trajton mirë. Fundja duhet ta kuptojmë se Allahu na ka krijuar të ktill. Nuk është kjo për t'ia hedhur fajin gjithsesi, mirë po për të arsyetuar edhe për të mos lejuar që tek ne, tek cili do prej njerëzve, të krijohet ai botkuptimi i gabuar, se unë tani më kam kaluar një pjesë ndoshta të konsiderueshme të jetës. Kam bë vepra me të cilat nuk mburrem dot, edhe nuk dal me komoditet para Allahut fuqiplot, edhe ai botkuptimi i gabuar që ndoshta është më i gabuari, edhe i tejkalon barën edhe shëmtinë të gjitha mëkateve, është botkuptimi se unë s'kam çfarë kërkoj tek Allahu. Domethënë kjo është ndoshta të shprehem me gjuhën fetare.
kjo do të ishte fitoria më e madhe e djallit të mallkuar. Se djalli nuk arrin fitore nëse robin e detyron të mëkatoj, edhe të gaboj. Çfarë do të jetë pesha atij mëkati? Nga se Zoti i madhruar me mëshirën dhe mirësinë e vet ja kalon hapur një derë të madhe robit, derën e pendimit. Dhe sado që njeriu të gaboj, në momentin që pendohet dhe e bën këtë me sinqeritet, Allahu e fal. Dhe Allahu kur fal e veçanta edhe e mrekullueshmja është se nëse kërkon falje për herën e dytë dhe të tretën, nuk ta përmend atë të parën. Për dallim prej njeriu, nëse të them Ermir më fal se gabova, po kjo nuk është era e parë që më ke thënë. Se më thënë dhe parë djekë, të fala edhe atë e prove ma. Po du të them... Kjo nuk ekziston të krijuesi. Kjo është e mrekullueshmja, çka do të thotë sa e mirë është të jesh rob i Zotit, edhe të mos kesh nevojë as të mendosh se të arratisesh prej tij, përkundrazi me gjithë të metat tua, me gjithë të këqijat tua, maksimumin e ngrohtësisë, maksimumin e trajtimit të mirë, të përgëdheljes do ta gjesh tek Allahu fuqiplot. Dhe paramendo si i përgëdhel Allahu i madhruar mëkatarët, më lejo t'i jap vetëm një dy shembuj edhe pse janë të shumtë, me dhjetra ka në Kur'an. Në njërin prej ajeteve kuranore, Allahu i madhruar i thret mëkatarët kështu: Ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. O robët e mi. Shprehja o robët e mi është shprehje përgëdhelëse. Për arsye se ti je rob edhe sklav, kudo të qoftë tjetër, është në nënçmim edhe për ulje dhe shumë e rëndë. Por në relacion me Zotin është nder edhe privilegj. Kështu që Allahu tash po e përshkruan ose po e çun robin si të vetin. Dhe kjo e ofron një ngrohtësi shumë të madhe, për arsye se nuk kemi të bëjmë me armiqësi, po kemi të bëjmë me miqësi, dashamirësi dhe afërsi. Pastaj vije tërheqja e vërejtjes me fjalën alladhina asrafu ala anfusihim, të cilët e tepruan me mëkate ndaj vetvetes. Kjo pastaj e shkakton një shqetësim, por qëllimi është që robi të këndellet. Filloj të mendoj seriozisht për situatën në të cilën gjendet, edhe të mendoj për arratisje. Të mendoj shumë seriozisht për arratisje. Mirë, po tash kahjen, drejtimin edhe kahjen e arratisjes e përcakton fjala në vijim: la taqnatu min rahmetillah. Mos i humbni shpresat nga mëshira e Allahut, se Allahu i fal mëkatet që të gjitha. Allahu i fal mëkatet që të gjitha. Kjo është e mrekullueshme, pra të alarmon, të shtin që të mendosh seriozisht për të arratisur, të ndrosh pozicion edhe gjendje, edhe situatë, mirë po kahjen ta përcakton me çka? Me butësi edhe me kujdes të skajshëm, me përgëdhelje edhe me ofertën të cilën prap nuk e hasim askund tjetër përveç se te Zoti i gjithësisë. Edhe shembulli tjetër është gjithashtu shembull madhështor, mendoj edhe shumë i mirë, kur Allahu na tregon se Allahu i do ata të cilët pendohen. Ma thua Ermir, a ka mundësi njeriu të jetë 100% i përpikt edhe ta meritoj këtë? Jo. Për çfarë arsye? Se për të qenë i penduar do të jesh mëkatar fillimisht. Pra, je mëkatar, je gabimtar, je fajtor, ke bërë kështu, ke bërë ashtu. Me rëndësi është që ndërgjegja jote në një moment të caktuar ka funksionuar. Edhe funksionimi i asaj të ka bërë ty që të mendosh ka të mbash. E ke pa edhe je bind se rruga në cilën ke ecë deri tani nuk është e duhura. Për arsye se po vazhdo edhe ca hapa, ndoshta do të arish te gremina e humnerës. Për këtë arsye ke nevojë të ndalesh edhe të ndrosh drejtim ose kahje ose pozicion. Ka të jam bash, ti kthehesh Allahut fuqiplot, po unë jam i keqi, kam bërë shumë të liga, po ama e ke vetëm një hap për të bërë, hapi i duhur që është pendimi, edhe me automatizëm do të shndrohesh në personin e dashur tek Allahu. Pra, mëkatar po, fajtor po, gabime ke bo po, të meta ke sa të duash, mirë po e ke bo pendimin, me automatizëm e fiton statusin e të dashurit të Allahut fuqiplot. Unë mendoj se kjo është e mrekullueshmja. Përmendë që parë një relacion e cili nuk ekziston, mund të ekzistojë marrëdhëniet njerëzore, por nuk ekziston në marrëdhëniet me Zotin. Në këtë rast, unë desha të potencoj dhe mund të jetë pjesë e linjës së këtij arsyetimi edhe fakti që frika e njeriut, frika në raport me krijesat, në raport me toksoren, është komplet një dimension tjetër, frika në raport me hyjnoren. Faktikisht, frika në islam merr një përmas komplet tjetër në rrënjët e saj teologjike. Pra, kjo frikë
që ekziston ke njeriu si një ndjenjë rëndomt, frika ndaj njeriu, ndaj fenomeneve të caktuara, frika ndaj një kafshë të caktuar, ndaj fenomeneve kërcënuese, na ndrysho ka kuptimsi në frikën ndaj Zotit. A është pjesë kjo frikë edhe pjesë e kësaj të rendjes drejt Zotit? Padyshim që po. Njeriu mund të ketë frikë edhe prej prindit të vet. Edhe pse të gjithë konsiderojmë se është krijesa e cila mas tepërmi ta do të mirën. Megjithatë në situatë caktuar e ke frikë. E ke frikë. Madje pse e ke frikë, frika është e arsyeshme, jo thjesht vetë se do të ndëshkoj, por ndoshta do të rraf me mlef edhe do të dëmtoj. Ndërsa frika prej krijuesit, frika prej Allahut fuqiplot nuk e përfshin frikën nga dëmtimi edhe rrezikimi. Mundet është shumë e logjikshme, edhe shumë e arsyeshme, edhe shumë fetare njëkohësisht që të friksohemi nga ndëshkimi i Allahut fuqiplot. Po, ai ajeti që e citova në fillim, njohtoi robërit e mi se unë jam ai që fal shumë dhe mëshiroj. Me njerë pasohet me një ajet tjetër dhe njohtoi se edhe ndëshkimi im është shumë i dhëmshëm. Pra, mos e ngacmoni, mos e meritoni, nuk do t'ua mundsoj detyrimisht të përballeni me te. Mirë po ta dini se ekziston si alternativë. Por edhe kur ndëshkon Zoti i gjithësisë, nuk bën padrejtësi. Edhe nuk shpreh mllef. Kjo është e rëndësishmja. Ne nuk po bëjmë krahasime se Allahu t'i takon shembullin më i lartë gjithsesi, po përpiqemi të parafrojmë kuptimet. Ne kur fëmijët tanë bëjnë faj, nganjëherë ndoshta marrim masa ndëshkuese. Mirë po në shumicën e rasteve ato ndëshkime i bëjmë si rrjedhoje mllefit e jo si rrjedhoje pakënaqësisë son me gabimin që kanë bërë. Pra janë të shoqëruar dhe nga padrejtësia mbi gjitha. Po pra, edhe aty ndodh padrejtësia, aty ndodh dëmtimi. Te Zoti kjo nuk ndodh kurrë. Sepse ndodh në tilla raste që pendohet prindi. Me njëherë edhe ajo, me njëherë ndodh. Mbas 5 minuta pendohet pse e bëra, pse i bërtita, pse e ndëshkova. E te prova. Po pra. Ndërsa Zoti fuqiplot i kemi, po mendoj, na i ka paraqit alternativat me të cilat ne do të përballemi në rast se gabojmë. Ato alternativa janë kështu. Zoti na fal. Fjala është edhe nëse nuk kërkojmë falje. Për arsye se nëse kërkojmë falje, kjo është pa alternativë se Zoti na fal. Pra çfarë do lloj mëkati që të kemi bë? Njerëzit nganjëherë ngatrojnë këto disa citate kuranore, sidomos atë ku flitet se Zoti nuk e fal idhujtarin. Zoti nuk e fal idhujtarin nëse njeriu vdes pa u penduar prej saj. Përndryshe neve kemi kolosët e Islamit, një numër i madh i sahabeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që para se të bëheshin muslimanë ishin idhujtar. Edhe ata u penduan prej idhujtarisë edhe atë idhujtari Zoti u afali dhe i shleu të gjitha gjurmët e saj. Pra, cili do mëkat, cili do krim, nëse njeriu pendohet, pa alternativë Zoti e fal. Thjesht pendimi duhet të jetë i sinqert. Por nëse mëkatojmë, gabojmë, edhe akoma jemi shpërfillës, nuk na shkon mendja që të pendohemi, këtu i kemi dy alternativa. Njëra është se Zoti të fal. Pra Zoti e fal atë që do. E dyta është se Zoti ndëshkon. Por ndëshkon vetëm në atë masë sa njeriu e ka merituar dhe prapë mbetet alternativë e kësaj alternative ose nën alternativë, ajo që Allahu i lartëmadhërisht thot në Kur'an, o ya'fu an kathir. Megjithatë, prap shumë gjana Zoti i shpërfill. I shpërfill pra nuk i merr robërit në përgjithësi ose nuk i trajton sipas meritave të tyre, nga se thuhet në Kur'an se sikur Zoti i trajtonte njerëzit ashtu si e meritojnë, shumë gjëra do të shkatërroheshin edhe shumë gjëra të mira nuk do të mbetej hapësirë që të ndodhnin. Kur i kemi parasysh gjithë këto gjëra, duhet detyrimisht ta kuptojmë se kemi të bëjmë me një Zot i cili është në mënyrë të përsosur i mirë dhe i mëshirshëm. Edhe në bazë të kësaj nuk ja vlen as të na shkojë mendja, pra thjesht veç nëse na ka shku mendja që të arratisemi prej tij, duhet kërkojmë falje. E lema që të mos jeta të jetë arratisje dhe largim prej tij. Po pra, e lema që të ndërmarrim diçka konkrete. Sido që të jemi, nga se njeriu për një mend, nga njerë edhe për shkak të korrektësisë, njeriu mund edhe të mos jetë fetar, mund edhe mos jetë besimtar, po korrektësia është mbetet njerëzore. Cilësia i ka, po. Pra, edhe e dim se shumë njerëz e vlerësojnë veten me notë negative, dhe njeriu po të jetë korrekt për një mend, shumicën e rasteve do ta vlerësonin veten me notë negative.
Dhe nga njerë ndodhet në situatë, po unë s'kam bë kur njëherë një gjatë të mirë. Çka do të kërkoj, me çka do të dalë para Zotit fuqiplot. Në i sjell i dërguari sallallahu alaihi wasallam disa shembuj shumë interesante Ermir, që nëse më lejon do t'i përmendja dy prej tyre. Njëri prej shembujve, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, e ka ringjallë Allahu një njeri dhe e ka marrë në pyetje. Kur kemi retorikat këtilla ose rrëfimet këtilla, unë nga njerë mendoj, them, po flitet për një gjatë të ardhme në trajtën e të kaluarës, kjo ndoshta për të na e parafruar neve se kjo sikur ka ndodhur. Do të ndodh, po është aq e sigurt sikur me pas ndodhur në të kaluara. Thot, e ringjall Allahu, e merr në pyetje, i apeshon veprat edhe e sheh se shumë begati, shumë mirësi i ka shfrytzu, shumë shërbime, nuk ka pagu për to me asnjë mirësi, edhe e pyet Zoti atë rob, i tha, o robi im, a ke bën ndonjëherë ndonjë të mirë? Ai me sinqeritetin më të madh i përgjigjet jo, Zot, thot kur në jetën time s'kam bërë asnjë vepër të mirë. Atëherë drejtësia e kërkon. Zoti u thot engjujve, kapeni edhe çojeni në xhehenem, në skater. Duke e çu, ai kthen kokën mbrapa, sikur don të thotë edhe diçka dhe Allahu e trajton me mëshirë, thot sikur deshe të thuash diçka, e Zoti i gjithësisë, i gjithdijshëm, i ditë të gjitha. Thot, po, Zot, thot, vetëm desha të them se unë nuk kam mendu për ty kështu. Nuk kam mendu se kemi më çuar në xhehenem. Po thot, çfarë ke mendu? Thot, unë kam mendu se ti kemi më fal. Atëherë Allahu thot engjëjve, ktheheni edhe çojeni në xhennet për arsye se ai i cili ka mendu mirë për mua. Për Zotin. Pavarësisht se kur nuk ka bë mirë, nuk mund ta zgjedhjej. Ky është Zoti. Rasti tjetër është gjithashtu shumë interesant. E përmende frikën. Frika mund të shndrohet në kompleks shumë të dëmshëm. Nganjëherë në gjuhën bashkëkohore janë paraqitur fobi të ndryshme dhe e dim se në përgjithësi njeriu në shumicën e rasteve friksohet prej diçkaje që ndoshta edhe nuk ja vlen, nuk meriton. Por frika ndaj Allahut fuqiplot duhet të jetë produktive. Frika e cila nuk të lën ty t'ja mbash anej ka nuk duhet, anej ka është rreziku, po t'ja mbash këndej ka duhet, ka të thirr Zoti edhe tamam. Nuk ka nevojë më tepër se kaq. Se gjendje frike që topit në vend nuk ka. Po, pra, ajo frikë të vend lëvizë gjithsesi. Nuk ka nevojë njeriu të mendoj keq për Allahun. Kjo është e rëndësishmja. Do të thonë, sado që i friksohesh, sado që përpiqesh si besimtar ta përjetosh madhështinë e tij, edhe të ja kujtosh vetes shumë begatitë e panumërta të cilat ti i shfrytëzon e nuk ke bë gjë për to. Prapë kjo nuk duhet të krijojë as i frike e cila ta heq mendjen. Dhe një rast, një person, rrëfen i dërguari sallallahu alaihi wasallam prap, thot ka vdek dhe para se me vdek u kalon emanet të bijve. U thot o bijt e mi, unë kam jetu kaq e kaq vite, edhe kur në jetën time nuk kam bërë një gjatë që duhet për krijuesin. Kështu që kërkesa ime është që në momentin që unë vdes, ta merrni trupin tim edhe ta digjni. Pastaj atë hirin e trupit tim, gjysmën ta hidhni në det. Gjysmën tjetër ta hidhni në shkretir, le ta fryjnë errat dhe le ta shpërndajnë gjithandej. Se shif arsyetimin, edhe shif ku e ka çu frika të një bindje jashtëzakonisht e gabueshme, një bindje të cilën ne me peshorën e fesë e quajmë kufër, mosbesim, thot se nëse Zoti arrin me më ringjallë, ka me më çu në xhehenem. Para mendo. E ka vënë në mëdyshje aftësinë e Zotit për me ringjallë. Ne e dim se është prej bazave të besimit. Ai i cili nuk e beson këtë nuk mund të quhet besimtar. Pra nëse arrin me më ringjallë, nëse ka fuqi me më ringjallë, ka me më çu në xhehenem. Dhe Allahu pasi që vdes, fëmijët e tij realizojnë emanetin e tij, Allahu e ringjall, se është i plot fuqishëm. Edhe e qet me dhënë llogari. Thot robi im, çka të shtyni me vepru edhe me thonë ashtu, me pas as i konsiderate për mua. Thot o Zot, nuk është se kam dyshu në fuqinë tënde për të më ringjallë, po kam pas shumë frikë, thjesht me e paramendu ringjalljen, edhe nuk pa ta zgjidhjen, nuk dita çfarë të bëj, u thash bijve të mi, më digjni edhe ma shpërndani hirin e kufomës time gjithandej se vaj halli për mua nëse ringjallen.
Pra kishte më dyshje për ringjalljen e cila ndodhi dhe si rrjedhoi ose si pasojë ky do duhet të përfundonte në xhehenem, por Allahu i madhruar a e din çfarë i thot? Thot derisa më ke pas frikë kaq shumë unë po të falë edhe po të shkoj në xhenet. Vetëm nga frika. Frikë shumë e paarsyeshme, me produkte shumë të gabuara, Po gjithsesi frikë. megjithatë Zoti ka konsiderat për te. Për një mendim, ai që tha, unë kam mendua Zot për ty se do të më çosh në xhenet, ky unë pata frikë se kime më çuar në xhenem, për atë arsye dyshova a kime më ringjall. Zoti kështu i trajton robërit e vet. Edhe ne paramendo njerëzit pasi që kanë vdekje dhe janë ringjall, që në një farë mënyrë ka përfunduar çdo gjë, nuk kanë mundësi ta përmirësojnë të kaluarën e tyre. Ne që jemi gjallë, që i flasim këto fjalë, e që i dëgjojmë, e që i lexojmë fjalët e Zotit, e që i lexojmë, po mendoj edhe hadithet e dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Si duhet të mendojmë për Zotin? Thjesht unë mendoj se nuk do të humbte shpresën asnjë njeri nga mëshira e Allahut, edhe nga xheneti, sikur ta njihnin Zotin ashtu si është, ashtu si duhet. Për atë arsye ka thonë njëri prej dietarëve, ka thonë sikur ta dinin njerëzit se sa mëshirë ka Zoti, të gjithë, madje edhe mohuesit do ta lakmonin xhenetin, do të shpresonin madje. Do të shpresonin bindshëm edhe një njeri që ka pranuar Zotin, po ta kishte parasysh se sa mëshirë ka Zoti, do të thonte, po more, edhe unë do të shkoj në xhenet. Po njëkohësisht thotë edhe sikur ta dinin njerëzit se sa është drejtësia e Zotit. Edhe sa i rëndë është ndëshkimi i tij, prapë çdo njeri edhe besimtarët më të mirë do të friksoheshin prej xhehenemit. Njeriu si i ktill mbetet mes këtyne dyjave, domethënë e tërheqin dy forca, e tërheq frika prej dështimit dhe frika prej xhehenemit, edhe e tërheq lakmia dhe dëshira për të shkuar në xhenet. Por kur i lexojmë fjalët e Allahut fuqiplot, me shumë përgjegjësi e them errmer, nuk mund të mos përfundojmë se megjithatë mëshira dominon mbi zemrimin e tij. Edhe falja e tij e i kalon drejtësinë e tij. Kjo është shumë e rëndësishme. Drejtësia, ne nganjëherë ne i trumpetojmë drejtësisë. Drejtësia është e mirë kur ka mungesë drejtësie, por kur ka alternativë mirësie, drejtësia mund të mos jetë e mirë. Për këtë arsye ne si robër i lutemi Zotit, themi o Zot, na trajto me mëshirën dhe mirësinë tonë, mos na trajto me drejtësi, se i dim të metat tona. Dhe Allahu do të thotë e ka bërë mëshirën e tij dhe mirësinë e tij që ta i kaloj drejtësinë e tij. Shumë ka mundësi që të frymëzohemi dhe të inspirohemi derisa lexojmë Kur'anin për këtë. Një ajet në surën Ali Imran, shumë interesant. Flet Allahu për dy gjëra të kundërta. Thot: "Yaghfiru limen yasha'u wa yu'adhibu man yasha'." Ka disa ajete që flasin paraphrasisht kështu. Zoti atë që do e fal, dhe atë që do e ndëshkon. Atë që e fal me mirësinë e vet, atë që e ndëshkon me drejtësinë e vet. Nuk ka vërejtje këtu. Janë dy alternativa, dy mundësi. Megjithatë, përfundimi i këtij ajeti në surën Ali Imran është i mrekullueshëm se Allahu pastaj po e përshkruan vetën e vet si Wallahu Ghafurur Rahim. Zoti është megjithatë falës i madh dhe mëshirues i madh. Shumë interesant, shumë e mrekullueshme errmir. Po e përmend faljen si mundësi, ndëshkimin si mundësi, ama kur po flet për veten, çka po thot, po e përshkruan veten vetëm atë që ta ngacmon dëshirën edhe shpresën për me shpresu se Zoti megjithatë do të falë dhe do të mëshiroj. Dhe me që jemi në Ramazan, ku disa kategori njerëzore përballen me atë sfidën, po deri diku janë koshient mbi aspektet e besimit, mbi krijuesin, mirë po akoma nuk e kanë bërë atë hapin e madh si duhet edhe vazhdojnë midis të rendurit drejt Zotit dhe të ikurit të aratisis për ti. Është kjo e dyta është kjo e dyta akoma që i mban të mbërthyer. Si mundet t'ju drejtohemi kësaj kategorie njerëzore, me që jemi në atë pikë, sepse dihet që muaji i Ramazanit është dhe një shans i madh, është dhe një ofertë, një bonus i jashtëzakonshëm që njerëz të tillë që i kanë munguar dilema dhe akoma nuk e kanë gjetur rrugën e duhur, pra se nga duhet t'ia mbajnë
du ta marrë një vendim gjithsesi. Padyshim. Sepse i ndihmon, vetë Ramazani bëhet një avantazh i madh për sa njerëz, ose bëhet një pikë kthese për sa njerëz që të marrin drejtimin pra nga Zoti i tyre. Është tipikisht muaj ku zemrat bëhen më të buta, ku mendimet ka një lloj kthjellimi dhe ku vërtet kaja drejt besimit merr një forcë tjetër. Vetë Ramazani është mishrimi dhe manifestimi më i mirë i gjithë asaj që jemi duke folur, i mëshirës së Allahut fuqiplot. Për arsye se Ramazani historikisht është muaji në cilin ka filluar zbritja e Kur'anit. Nuk ka mëshirë më të madhe. Faktikisht e gjithë mëshira e Allahut fuqiplot vije prej qiellit, në formë të shpalljes për t'i gjallëruar shpirtrat, edhe në formë të shiut për t'i gjallëruar trupat, edhe për t'a gjallëruar dunjan. Kjo është një manifestim. Pastaj Ramazani si mundësi. Unë mendoj se të gjithë jemi, çdo njëri prej neve ka nevojë për një rikujtim të këtill, se sado që jemi koshient, megjithatë na mungon një vetdije e mjaftueshme e cila duhet të ushqehet dhe ngritet në vazhdimsi. Ramazani e vrejm një ditë para Ramazanit, kemi ngrënë gjatë ditës, momentin që ka hyrë Ramazani, me na dhonë dunjan, me na dhonë nuk ham edhe nuk pim. Domethënë ne vetë kemi ndërmarrë hapin që të shkaktojmë ndryshim në mënyrën tonë të jetuarit. E kemi bërë mbase në mas të madhe formalisht këtë punë. Praktisim ushqimin edhe pijen. A ka mundësi të praktisim në një mënyrë të caktuar të jetuarit e cila deri tani na ka penguar ose na ka dëmtuar? Sigurisht që po. Ushqimin edhe pijen ne i praktisim përkohësisht për arsye se i kemi të domosdoshme për të mbijetuar. Ndërsa kemi një mori gjërash në jetën tonë, cilat kemi nevojë t'i flakim për arsye se jo vetëm që janë të tepërta, por janë shumë të damshme. Ramazani është muaji i mëshirës. Ambienti është papërshkrueshëm i veçantë. Nuk jemi në gjendje ta themi dot pse tani në Ramazan është ambienti shumë i veçantë. Nuk dim ta mirë, po e përjetojmë. Gjithë e përjetojmë ditën e Ramazanit, e përjetojmë natën e Ramazanit. Mbase, për shkak edhe të faktit që na e ka përshkruar i dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur ka thënë se kur të vijë Ramazani prangosen djajt. Allahu i lidh, minimizohet ndikimi tek njerëzit. Si ndodh kjo nuk mund ta kuptojmë prej kësaj perspektive, po përjetimi është se minimizohet ndikimi i tyre dhe kjo është një mirësi jashtëzakonisht e madhe. Në një farë mënyrë njeriu sikur lirohet, sikur këndelet, sikur del prej asaj gjendjes së dehjes. Për arsye se djalli edhe e deh njeriu, nuk e lejon të shoh atë që duhet. Tani më jemi të lirë. Edhe kemi mundësi që të mendojmë si duhet, të analizojmë gjanat si duhet, po gjithashtu edhe të marrim vendimet e duhura. Për këtë arsye, Ramazani jo vetëm teorikisht është mundësia më e mirë për të bën ndryshime rrënjësore në jetë. Mirë, po edhe në praktikun e kam vrejtë se shumë njerëz që kanë vendosë të marrin hapin e ndryshimit në jetën e tyne, këtë gjë e kanë bërë mund Ramazan. Thash, jo rastësisht është mesazhi i zbritjes së Kuranit në Ramazan që ka shkaktuar ndryrimin e rrjedhës së jetës dhe historisë njerëzore. Këtë pra mund ta bëjë çdo njeri prej neve, mund ta bëjë madje edhe ai i cili eventualisht mund të na dëgjoj edhe mund të mendoj për veten kështu, po unë s'kam bërë gjë në jetën time, kur s'jam fal, mbase kur edhe s'kam agjeru, mbase edhe s'kam pse dal para Zotit fuqiplot. O vlla, i përmendëm ata dy shembujt që sigurisht se gjendja jote nuk është më e keqe se ata dy. Edhe njëri i ka thonë, o Zot, unë kam mendu për ty se ke më fal. Mendo edhe ti për Zotin se Zoti ka me të fal. Nëse mendon se Zoti ka me të fal, edhe ka me të trajtuar me mëshirën e tij. Pastaj, a nuk është njerëzore që të turprohesh tash me dal para Allahut me gjithë këtë shkujdesje, me gjithë këtë shpërfillje? Atë ta zom se krejt Zoti qenë ka aq i mëshirshëm, krejt çka kemi bërë deri tani Zoti ka me na i fal. Edhe çka do të bëjmë të ardhmen, Zoti ka me na i fal. Edhe Zoti do të na çojë në xhenet. Pse të falemi, mos falemi kot, mos agjerojmë kot, a nuk është turp dalim para Allahut me këtë shpërfillje, duke qenë se e kemi merituar, themi, ose mëshira e tij po na ofron. Pra ndjenja e rendis deri aty mund shkon edhe nga
nga turpi nga shpërfillja. Po pra. Dhe më thonë, kemi një mori motivesh, një mori shtytjesh edhe të brendshme, edhe për krahjes të jashtme, që vërtet të ndërmarim hapin e dur për të kthyer edhe për të ikur ka Allahu e jo prej Allahut. Një gjë thjesht duhet ta kuptojmë edhe mendoj se kjo ndoshta do t'i rumbullaksonte shumë prej këtyre që i thash. E kemi një armik i cili përpiqet na pengoj. Ne jemi nisë në një rrugë, e kemi një synim, duhet të arrijmë atje, ai na e pret rrugën, edhe thotë mos shko atje, po shmangu djathtas ose majtas ose nisun kahjen e kundërt, edhe thjesht ne jemi të vetëdijshëm se ai armik megjithatë përpiqet të na pengoj që të arrijmë atje. A nuk i avlen për shkak të vetvetes, për shkak të njerëzores, për shkak të burrnisë që t'i themi ka dalë. Allahu këtë armik tani e ka neutralizuar, edhe ne jemi në gjendje që spaku në Ramazan të krijojmë një avantazh, të krijojmë një distancë, të ikim armikut. Ashtu që kur të zgjidhet, edhe kur të hiqem prangat pas Ramazanit, ne veç kemi kaluar një distancë. Kemi avancuar, ose jemi forcuar edhe në aspektin shpirtëror të imanit, pra i kemi kuptuar gjanat, jemi kthyer Zotit, se kthimi ka Zoti për një mend i ofron, përveç që i ofron jetës njerëzore kuptim. Kthimi ka Zoti jetës njerëzore ja ofron kuptimin e duhur. Kuptimin e drejtë. Pa te nuk ka kuptim jeta, po përveç kësaj njeriu e vren edhe e përjeton, ndoshta është pak e rëndë me e thënë, po megjithatë po flas në veten e parë për të mos ndje keq askush. E vren veten tënde thu sa budalla pas kam qenë që jam mundu me u arratis prej Zotit në vend se ta arratisem tek Zoti. Sa budalla pas kam qenë që kam jetu kështu pa kuptim derisa tani ma jeta ime mori kuptim. Përfitimet janë të shumta, mundësitë gjithashtu janë të panumërta, arsye për të humbur shpresat edhe për të dëshpëruar nuk ka. Qoftë edhe ta themi kushtimisht qoftë edhe 5 minutat e fundit të jetës. Nuk ka arsye. Ndërsa ai armiku i përbetuar që e kemi, djalli i mallkuar, nuk ndalet derisa t'ja arrijë, ai ka një synim final. Synimi final është ty me të shkput prej Zotit, por ai e di se nuk ka arrit me të shkput prej Zotit, por nuk ta shkputi shpresën. Kështu që këtë nuk do t'ja lejojmë. Nuk na kushton gjë. Hajde të mos falemi, hajde të mos agjerojmë, s'prish punë. Mirë, po shpresën të mos e humbasim. Po në anën tjetër, nëse shpresën e ushqejmë, atëherë si do të funksionohej shpresë nëse pastaj edhe nuk bëjmë diçka që vërtet Zoti kërkon prej neve. Bukur. Kemi dhe pak minuta dhe mendoj të sqarojmë dhe atë që mund të shkojë jeta njeriut, e gjitha në këtë iluzion, në këtë gënjeshtër, gjithmonë duke qenë i ndërgjegjshëm, pra që Zoti ekziston dhe në këtë pikë nuk ka dilema, mund të shkojë gjithë jeta në ato që por mund të rregullohen gjërat dhe vjen ai momenti i fundit. Si mendon ju ndoshta nuk jeni psikolog nga pikpamja e profesionit, por a ka një thirrje të brendshme njeriu me mbritjen e pragut të fundit? Ka një thirrje të brendshme njeriu që, kjo vdekje që po m'vjen është dhe pika e takimit, ose a është e nevojshme ta sqarojmë, ajo vdekje që ti mund ta shikosh thjesht si një akt fizik, në faktikisht është pika e takimit, ajo që ti ke dashti ikësh dhe ja kush s'mundet dot. Në duhet sqaruar. Shumë bukur e ke thënë, ndërsa Kurani këtë e thotë mrekullueshëm, thotë Allahu i madhëruar, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dhalika ma kunta minhu tahid." Thotë kur vija agonia e vdekjes, atëherë njeriu t'i bëhet e qartë se kjo çenka e vërteta e i thuhet. A i thuhet me fjalë, a i thuhet me rrethana, nuk ka rëndësi, i thuhet kjo është ajo nga e cila ke dëshiru të ikësh. Kësaj ke dëshiru t'i shmangesh. Pra vdekja është ajo e cila në të vërtetë njeriu e përgjumur e zgjan. Njeriu nuk vdes, njeriu zgjohet prej gjumit në momentin që e përjeton vdekjen. Por prej kësaj perspektive dhe prej këtij pozicioni nuk jemi në gjendje me përjetuar se si ndodh ajo. Dhe kur është fjala, besoj, kësaj ke dashur ti ikësh, nuk është fjala për vdekjen. Pra, pikërisht, sepse ai ka pas qartë, nuk e ka pas dilema në pikën që ai do të vdesë dhe nuk ka pas mundësi, po ka dashur të ikur, po. Në përditshmërinë tonë edhe është bë retorik, thuhet ikja nga drejtësia.
Njeriu për një mend ka prirje, posaçërisht kur ndihet fajtor, ka prirje të ikën nga drejtësia. Por në dunja, pra në jetën e kësaj bote, ikën nga drejtësia për arsye se drejtësia kur realizohet nuk tjetërsohet. Do të thonë, organet e ndjekjes edhe organet e drejtësisë nuk të trajtojnë asnjëherë me mëshirë, nuk të falin nëse e ke bën një krim. Ani pse ti vetë po shkon edhe dorëzohesh edhe e pranon, po nuk falet, edhe kjo është shumë e drejtë. Te Zoti është ndryshe për arsye se alternative drejtësisë është mirësia, dhe mirësia nuk e përjashton që njeriu të falet. Ikja nga drejtësia ndodh atëherë kur ma merr mendja, kur njeriu ndodhet në një shkretëtir pothuajse i humbur, por edhe pa bagazh. E di se Zoti është i mëshirshëm, por e di gjithashtu se ky me gjithë dashamirësinë që mund të ketë njeriu për veten e vet, asnjë rrugë dalje, asnjë shteg nuk po ja gjen vetes për me e çu deri te mëshira e Allahut fuqiplot. E kjo ndodh në momentet e vdekjes, kjo ndodh me rastin e vdekjes, kjo ndodh pas vdekjes edhe kjo ndodh kur ringjallemi. E tash keqardhjet e këtyre momenteve janë vonë, janë të padobishme, ashtu sikur se i ka përshkruar Kurani. Dhe për këtë arsye Kurani e parafron botën tjetër, edhe momentet e saj, i parafron edhe çastet e vdekjes, na i përshkruan ato, na i paraqet ato në mënyrë as të mrekullueshme, vetëm për të na treguar se ti, robi i Zotit, akoma nuk vdiqe, po kështu do të ndodh kur të vdesësh. Andaj këndelu derisa ke akoma kohë. Ndryshoje gjendjen, arratisu, zhvendosu, derisa ke akoma mundësi, ndërsa kur të vije momenti i daljes së shpirtit ka fyti, ose momenti i ringjalljes, atëherë të gjitha pendimet do të jenë të padobishme. Edhe këtu kemi të bëjmë me mëshirë të Allahut fuqiplot, mëshirë të skajshme madje, se Allahu po t'i sjell pamjet edhe gjanat cilat kanë ndodhur, që ti ta kuptosh me siguri të plotë se çka të pret nëse nuk përmirësohesh. Fundja ekziston ti brenda një rrethi, brenda një kornize, që nuk mund dalësh prej saj. Mirë po kahjen e lëvizjes tënde ti e determinon, edhe nëse lëvizin kahjen e duhur, ai është kah Allahu, sigurisht që do t'i kesh punët më mirë me gjithë bagazhin e atyre që s'ke qef me i pas, nëse ecën kahjen e gabuar, bagazhi mbetet, përgjegjësia mbetet, distanca rritet, arsyet për të mëshiruar paksohen, edhe aty është e njeriu veten e vet, sikur rasti shumë ka transmetime që Zoti i pyet robrit e vet: "O robi im, a ke ndonjë të mirë që ke bë?" E pranon, thotë: "Jo, Zot, s'kam bën një të mirë." Ka raste tjera ku përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja kanë qenë të mirat edhe të këqijat, edhe e pyet Zoti robën: "O Zoti, o robi im, apo i njeh veprat tua, apo i pranon, apo të mungon diçka? Mos është duke të mungu, mos të kemi lënë mangu diçka prej atyre të mirave që ke bë?" Thotë: "Jo, Zot, kurrë s'm keni lënë mangut." Edhe këto është një rrëfim interesant. I thotë Zoti: "Prit, thotë se e ke edhe një kartolinë në cilën është shkruar dëshmia jote e besimit, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah." Edhe ai i dëshpëruar njeriu prej veprave të veta, i sheh gjithë ato dosje me vepra të liga. Edhe këndej e sheh një kartolinë shkruar me la ilaha illallah, thotë: "O Zot, lëre fare se çfarë mund të bëj kjo kartolinë me gjithë këto dosje?" Thotë: "Prit, ke për të pa." Edhe në momentin që vendoset kartolina, peshon. Kur peshon ka e mira, e njeri shpëton. Dua të them, në të gjitha format, Zoti dëshiron të na falë. Lexoje Kur'anin dhe kemi e pa në shumë vende. Dëshiron Zoti t'ju pastroj, dëshiron Zoti t'ju udhëzoj, Zoti dëshiron t'ju falë. Pra dëshiron të na falë, na e ofron mëshirën e tij për së gjeri. Dhe rast më të mirë se muaji i Ramazanit, i cili është gjithashtu dhe muaji i Kuranit, pra që gjithë këto kumte që ju përcollët këtu i bëhen njeriu më të afërta, më të ndjeshme, më të kuptueshme, nuk ka. Kështu që është koha që midis të ikurit nga Zoti dhe të shkuarit, të ikurit drejt Zotit, të vendoset përfundimisht për qenë kjo e dyta. Faleminderit për të gjitha sqarimet, o xhinderuar, sepse vërtet ato kanë qenë shumë të vyera për çdo mendje dilematike që sot besoj është momenti për të vendosur. Ishte nderoj nasi, faleminderit. Bashkë mirë takofshim.